Nga hajvan në bashkëpunëtor, 3 letrat e Kurtit për Abdigjikun, që nga përfundimi i zgjedhjeve dhe nisje e procedurave për konstituimin e kuvendit, kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka kthyer Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Lumer Abdigjikun në lokacion të shpesht për të dërguar ftesa. Që nga kjo periudhë, Kurti ka dërguar 3 letra në adresë të Abdigjikut. Të parën i a dërgoi për të konsultuar për kuvendin. Të dytën ja dërgoi Abdigjikut dhe Memli Krasniqit pas dështimeve të njëpasnjëshme për konstituimin e kuvendit. Dhe në të tretën, Kurti ulshua totalisht me lutje për marrëveshje koalicioni. 2 ftesat e para ishin refuzuar nga Abdigjiku, për ta kemë arsyetim se nuk duan bashkëpunim me vetëvendosjen. Por Kurti nuk është dorëzuar. Të hanën në ditën kur dështoi sërish tentativa për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit, ai nisi letrën e tretë në drejtim të Abdigjikut. Kësaj here Kurti ishte krejtësisht i shpaluar në kërkesë për koalicion mes vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në letër Kurti ka thënë se Lidhja Demokratike e Kosovës njihet si parti që nuk ka hezituar për koalicione qeverisëse. Mirë po njëjtë nuk ishte menduar. Kurti gjatë fushatës zgjedhore, ai në Prizren, kishte thënë se kam provuar koalicion me LDK-n dhe nuk zgjati më shumë se 51 ditë. Duke shtuar se tash me LDK-n, në koalicion nuk mund të zgjas më shumë se 5 ditë. Kurti koalicionin me LDK-n në vitin 2019 e kishte arritur me kryetarin atëhershëm Isa Mustafa, ku edhe ju është referuar i quajtur profesor. Edhe pse deri në atë kohë vetëvendosja kishte sulmuar në forma të ndryshme, duke quajtur madje edhe si argat i Serbisë.